Mirë se u kthyet në program. Nepsi është aq i mirë, po është dhe problematik. I mirë është sepse të bën që ti të konsumosh gjëra, pra të hash gjëra të shishme ndonjëherë. Po problematik është pikërisht se bën të konsumosh ato gjëra të shishme, ndonjëherë janë të dëmshme. Kështu që për të shtjelluar ose për të folur pak për nepsin, çfarë na tregon ai, sepse përtej shakave që bëjmë ne, sigurisht që kuptojmë që nepsi është një lloj sinjali që trupi ta jep. Jemi duke folur, të mos harrojmë një herë, ta sqarojmë këtë gjë, jemi duke folur për nepsin në përgjithësi, nuk po flasim për gratë shtatzëna, se pastaj aty është tjetër muhabet. Kështu që do flasim tani ta shpjegojmë paksa çfarë sinjalesh na jep nepsi kur na jep ndonjë që ta kap ideja, siç thotë populli, dhe çfarë mungese kemi në trup dhe si mund ta zëvendësojmë me diçka që është më e shëndetshme. Dhe prandaj në studio kemi Adelaida Gjonaj. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, sezon të mbar dhe jeni të mrekullueshëm. Dhe urime për këtë ambient kaq të këndshëm që kemi bërë si sezoni për herë parë. Okej. Me nepset si kemi punët? E cekëm dhe 1 sekund pas të fillon të puntata. Ata nuk e di, po da ja u themi ne. Unë shpesh e them, në fund të fundit, nepsi vjen vetëm nga zora, nga truri ynë i dytë, pasi është më inteligjent se sa vetë trupi ynë. Trupi ka aftësinë dhe inteligjencën të njohi përpara nesh çdo patologji që vjen. Dhe delegimi më i bukur që bën zora për të ardhur një patologji, për të ardhur një sëmundje, quhet neps. Do me thënë kur kemi neps, kemi patjetër janë ato puzzle-llat e trupit që trupi na sinjalizon, na jep sinjalet e tija. Pasi neve nepsin nuk na jep sistemi ynë mental, nuk na jep mendja, por na jep gjithmonë zora. Pra është patologjik, nuk është asnjëherë psikologjik nepsi? Patjetër nepsi është dhe patologjik dhe psikologjik. Personat për shembull që kanë probleme me ankthin, me apnet, me depresionit, të ngrënit emocional, absolutisht që kanë probleme me nepsin, se vetë trupi, përsëri kthehemi që trupi delegon, zora delegon të hamë diçka të gabuar që gradualisht të bëjmë dëmin në atë që ne kemi brishtësi brenda trupit tonë, në një patologji të caktuar. Po si ta kuptojmë që është njëri apo tjetri? Kuptohet fare mirë për faktin se nepsi ne e kuptojmë, duam të hamë pas orës 9 të darkës, zakonisht, jemi të prirur për të ngrënë karbohidrate, brumra, ëmbëlsira, çokolata. Të gjitha këto merren, po merren në forma dhe të tjera. Por në të njëjtën kohë nepsi është dhe një sinjal brenda trupit tonë që është një dehidratim, do të thotë që trupi ka nevojë për ujë. Dhe përpara se të vemi drejt frigoriferit, drejt dollapit, duhet të përdorim një herë minimalisht një gotë ujë, që të kuptojmë është uri reale apo është thjesht neps. Në fakt shpesh japin si këshill këtë që kur të haj diçka e kam dëgjuar, ose pi një gotë ujë ose shkolla i dhëmbës se të largon. Patjetër. Ta provojmë. Faktor në rritjen e nepsit janë hormonet tona. Është metabolizmi ynë, janë zorët tona, është flora jonë bakteriale. Është kortizoli, është dopamina, është serotonina, fillojmë nga pjesa hormonale. Në moment që ne kemi një stres të caktuar, ose kemi një mbingarkesë të veshkave, ose kemi një florë intestinale të mbingarkuar në baktere, në infeksione, absolutisht bakteri kërkon ushqim për veten e tij dhe jo për ne. Dhe kthehet në neps. Dhe kthehet në formën e neps. Po e shpjegoj shumë thjesht, duke qenë që është emision mëngjesi dhe të jetë i kuptueshëm për të gjithë. Ky është qëllimi që ne ta kuptojmë sa më thjesht jetë mundur. Thjesht e duam. Sa më pastër, sa më thjesht jetë mundur, po si ta diferencoj unë se mund të ngatërrohet uria, pra kur ty të hahet që është uria, që është një instinkt njerëzor normal, me nepsin. Mund ta dalloj unë? Patjetër që po. Apo është si puna asaj që sapo theti, që nepsi me këtë pjesën? Jam e sigurt që çdo individ kur ka uri vetë drejt ushqimit. Po. Po nepsi. Kur kemi neps, vemi drejt ushqimeve të gabuara. Po si ta dallojmë? Po e dallojmë në fare mirë për vetë faktin se një individ që nuk përdor në përditshmëri çokolata ose ëmbëlsira, por pas një herë në javë, ose një femër e cila është në cikël që ka nevojë se ka mungesë magnezi. Në moment që ne kemi neps, kemi dhe mungesë mineralesh, aminoacidash, vitaminash, dhe
janë shenja që trupi duhet të kërkojmë brenda vetes tonë. Po nuk kërkuam brenda vetes tonë, nuk kemi si marrim informacionin e duhur. Përpara se të vrapojmë, të shohim një patologji, duhet të njohim veten. Është bukur kur njohim veten tonë. Jam shumë dakord. Për praktikisht uria me nepsin, me sa kuptoj unë, është fakti që nepsi është kur ti shkoj ha ato ushqime që në përditshmëri nuk i ha. Në përditshmëri nuk i ha dhe abuzon në gjëra, për shembull, jo çdo kush mund të hajë biskota për ditë. Mund të hash një biskot, por nuk mund të hash... Linda po, ha biskota. Linda është profesionist. Në pjesën e biskotave, ose në pjesën e çokoladave, mund të konsumojmë një pafk çokoladë, kjo është tjetër gjë, por në moment që ne konsumojmë një çokoladë të tërë, është pak, nuk quhet. Atë lajta që ke këto tani, një pafk. Një pafk, kaq, një pafk. E kaq është mëse normale në ditë. Okay. Dhe është bukur kur e marrim në formën e kakaos, kur e marrim të pastërt, dhe është bukur kur dhe çokoladë i bëjmë vetë në shtëpi, por gjithmonë nepsi njihet në pjesë. Mungesë mineralesh, mungesë aminoacidesh, mungesë kloridesh, mungesë azoti. Ja se do i marrim gjitha me radhë. Kemi kohë të mjaftueshëm, besoj. Po. Kemi kohë. Ta nisim me ëmbëlsirat. Po. Për çokoladën. Ku keni neps për çokoladë, çfarë mungese keni? Çfarë sinjale po t'jep trupi? Çokolada e para është mirë të merret gjatë orëve të para të mëngjesit dhe jo në orët e vona të darkës, pasi ka përqindje të kafeinës dhe xhana jep ato na lë zgjuar. Por sa më bukur e marrim në çokoladën për ata persona që nuk duan ta përdorin, farat e kungullit, banania. Që mund ta zëvendësojmë, E zëvendësojmë shumë bukur. Avokadua, arrat janë sasia e magnezit ditor që ne mund të përthithim fare mirë. Që ta kuptojmë. Pra praktikisht i bie kur kemi neps për çokoladë, kemi mungesë magnezi. Magnezi. Dhe magnezin mund ta marrim në këtë lloj forme, pra për ata të cilët ju bën dëm çokolada ose mund ta toprojnë me çokoladën, mund ta marrim tek banania, tek fara, tek arrat, tek arorët, ja shumë mirë. Por në të njëjtën kohë jam e sigurt që të gjitha persona që kanë dëshirën gjithmonë për të ngrënë çokoladë, her pas here kanë kontraktime ose ngërçe në pjesën e pulpës së këmbëve ose në tregishtat e duarve, kanë pirje dhe kontraktime. Aty ne kuptojmë që kemi përsëri mungesë magnezi. Interesante. Po nëse kemi neps për bukë. Buka është... Çfarë na mungon në trup dhe çfarë kërkon trupi? Buka është aminoacid, do të thotë që trupi ka nevojë për të marrë aminoacide dhe ku i marrim të gjitha këto? Gjithmonë janë perimet jeshile, perimet e kuqe, thjerëzat, fasulet, i marrim fare quinoa, faracea, janë komponent ushqimor në përditshmëri që merren shumë bukur. Kështu që e ishim bukën dhe e zëvendësojmë. Kthehemi gjithmonë tek ushqimi i shëndetshëm. Është bukur të kthehemi në ushqim të shëndetshëm. Prandaj jetohet që t'japim alternativa të shëndetshme, se e dim që nuk patjetër që po. Shpesh herë është edhe e vështirë për shumë individ që janë aktiv, që janë në punë gjatë gjithë kohës, që nuk kanë mundësinë të gatuaj dikush në shtëpi. Është një vështirësi, por jam e sigurt që sot gjenden të gjitha mundësirat dhe hapësirat për të ushqyer bukur. A e di për që na kap nepsi shpesh? Për shembull. Për patatet skuqura. Asnjë fare. Si një farë,